unë besoj Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë burime shumë më tepër sa burimet që ka Zoti Demalia dhe Bellandone. Dhe ata e dinë shumë mirë që në Iran, në Teheran, respekti që është në Shtetet Bashkuara të Amerikës është respekt që i kalon për masat. E që nuk ka nevojë, po patjetër. Madje t'ju them një element shumë interesant. Ata në kohën, unë kam qenë për herë të fundit para 9 vjetësh në Moskë. Po si në aparencë është kjo urrëtie, kjo. Ata kanë dhe kjo ky anti-amerikanë, do të thotë që janë dhe fakte. Irani ka djetë fila mujtë të kjo mbahet nga pushtetarët, por individët mundohen që ta thyen atë, ju e mbani mend Kanoçën e famshme, ata kanë një lloj CD-je që e fusin dhe i shikojnë kanalet, i downloadojnë gjithë filmat amerikanë. Për shembull, t'ju them, nuk është më kot që artistët e Iranit, paçka se një pjesë janë gati janë disident. Një pjesë atyre marrin çmimet kryesore në botë. Nuk ka vit që ata mos marrin një nga çmimet kryesore në Cannes, Venecë kështu. Përveç sa po them për pjesën bashkëkohore. Kurse pjesa pastaj t'ju them historike është e paimagjinueshme. Ma besoni është e paimagjinueshme. Ka një nga qytetet më të mëdha antike të botës që e ka djegur Aleksandri i Madh, Persepolis, e tjera. Po pse u thashtë, në thellësi të tyre ka shumë respekt për Shtetet Bashkuara të Amerikës, madje në universitetin e tyre u kam qenë. Kjo është shenjë mirë, shenjë shpresë. Absolutisht, flasin anglisht e shumë të mirë. Dhe flasin anglisht në Amerikës, jo anglisht në British. Ja. Dhe kjo tregon që qasja tyre është qasje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është vetëm politika e cila duhet të bëj këtë hap në madh. Megjithatë, nëse do ma lejoni këtë kjo është pak në pjesën gjysmë të humorit. Ambasadori i fundit i cili u përzu nga Shqipëria ka qenë një nga njerëzit i cili ishte në bisedimet e Iranit me Shtetet Bashkuara të Amerikës në mandatin e parë të zotit Trump. Dhe ishte më duket o ambasadori këtyre, o e prori këtyre në ambasadën e Iranit në Shtetet e Bashkuara. Dhe është larguar 9 grada nga Shqipëria, pastaj u përzun gjithë ata mbas asaj që ndodhi. Dhe një moment ka thënë diçka, nuk e harroj, që është çështje kohësh kur ne mos ta rregullojmë me Shtetet Bashkuara të Amerikës.